Ish banorja Big Brother VIP 3, Francesca Morati, e njohur për qëndrimin e rezervuar dhe diskrecionin gjatë eksperiencës së saj televizive, duket se po hap një kapitull të ri në jetën personale. Pas një periudhe të gjatë aludimesh mbi fundin e martesës së saj, një postim i fundit në rrjetet sociale e ka rikthyer sërish në vëmendjen e publikut. Me ardhjen e muajit shkurt, Francesca ka ndarë disa fotografi ku shfaqet brenda makinës e qeshur dhe plot energji pozitive. Detaji që nuk kaloi pa u vënë re ishte buqeta e madhe me trëndafila roz në sendilen pranë saj, një simbol që menjëherë nxiti dyshime për një surprizë romantike dhe një fillim të ri sentimental. Edhe pse ajo nuk ka zbuluar se kush qëndron pas këtij gjesti, mesazhi që shoqëronte postimin ishte mjaft domethënës dhe u interpretua nga ndjekësit si një sinjal i qartë se diçka e re ka hyrë në jetën e saj. Kur një derë mbyllet, një tjetër më e mirë hapet, shkruan Francesca duke shtuar se ndihet e bekuar për gjithçka që universi i ka sjell. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme, ajo zgjodhi të mos fliste publikisht për bashkëshortin, duke mbajtur larg kamerave jetën familjare. Megjithatë, pas përfundimit të formatit, veprimet e saj u pa nga shumë ndjekës si një konfirmim i ndarjes përfundimtare.